Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim në këtë fillim jave për çështjet e drejtësisë, sigurisht të ndërlidhura me politikën. Zhurmën e nisur prej fundit të javës së kaluar për çështjen e Belinda Ballukut. Të ftuar kemi avokatin Alban Duraj, miku i emisionit tonë. Zoti Duraj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe ju falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit ju. Alban, sot u raportuaj që duhet ishte zonja Balluku në SPAK, së bashku e shoqëruar me avokatin, ndoshta për t'ju komunikuar ndonjë vepër penale për të marrë pandeur apo çështje të tjera për të marrë pyetje, nuk e di, ju i dini më mirë këto, por nuk është paraqitur. Gazmet Bardhi thanë brëm që ka sajuar një vizitë në Bullgari për t'ju shmangur. Por nëse do marrim, do ta presupozojmë që është njoftuar për të marrë pandeur, pra për t'u thirrur për t'ju komunikuar ndonjë akuzë. Mundet që ta shtyj, për sa kohë mund ta shtyj? Atëherë, për sa i përket këtij njoftimi apo ftese për të paraqitur në organin e akuzës, normalisht që persona të cilët kanë ndjeni lidhur me një vepër penale ose mund të jenë dëshmitar për kryerjen e një krimi apo të presupozuar të një krimi, dhe në momentin që i komunikohet, sepse me aq informacionin që ne kemi parë nga media, zonja Balluku është paraqitur disa herë në organin e akuzës ku ka dhënë deklaratat e saj. Dhe kjo fletëthirrje, kjo ftesë nga prokurori i posaçëm, i cili po heton çështjen, pra me informacionin që ne kemi, është ky prokuror, po mund të jenë edhe prokurorë të tjerë të cilët punojnë në grup lidhur me hetimin e zonjës Belinda Balluku. Pra kemi të bëjmë në momentin që i komunikohet fletëthirrja dhe i thuhet që do vish me avokat, presupozohet që zonjës Balluku i komunikohet akuzë nga ana e organit të akuzës apo nga organi e SPAK-ut ose prokuroria e posaçme. Dhe besoj që zonja Balluku do jetë në këto pozita, por nuk kemi informacion të saktë se për çfarë akuzë bëhet. Flitet se kemi të bëjmë me pabarazi në tendra, shkeljen, kjo është akuza që presupozohet të i komunikojnë, megjithatë që ne duhet presim në të ardhmen. Ndërsa për sa i përket përplasjes, sepse ajo ka një vizitë zyrtare në Bullgari, Kodi i procedurës penale jep mundësinë personave të cilët thirren në organin e akuzës që në momentin që ka pamundësi të justifikuara, të cilat normalisht nëse ajo është në një udhëtim të parë, patjetër dhe që ka planifikuar më parë, është i detyruar organi i akuzës që ta shtyjë, pra ka disa mundësi të cilat ja jep. Në momentin e dytë ajo mund të jetë edhe sëmurë, pra nuk mund të shkojë e sëmurë dhe të shkojë të paraqitet në organin e akuzës, por erën e dytë si rregull, në qoftë se ajo ka një udhëtim tjetër ose nxjerr një shkak tjetër i cili në bindjen e prokurorisë apo të prokurorit nuk është i arsyeshëm, atëherë është i detyruar organi i akuzës që ta shoqërojë forcërisht zonjën Balluku pranë organeve të prokurorisë. Pra urdhëron policinë e shtetit në mënyrë që ta marrë dhe me forcë dhe të bëjë shoqërim të detyruar. Herën e dytë apo herën e tretë, apo nëse nuk është e justifikuar herën e dytë, është në gjykimin e prokurorit. Herën e dytë, pra duhet kaloj edhe një radhë tjetër dhe po sepse ajo mund të ketë edhe një argument të cilin e ka të justifikuar. Pra, në momentin që nuk paraqitet herën e parë, pra nëse nuk është paraqitur sot, ajo ka bërë një kërkesë dhe i ka thënë prokurorit që unë nuk kam mundësi që të vi të paraqitem sot për të arsye apo për të shkak. Dhe kërkoi që brenda këtij afati, pra ajo le të themi, po të isha unë avokati i saj, do t'i thosha prokurorit që në këto data ne jemi të lirë për të paraqitur. Pra duhet që t'ia parashikonte prokurorit, po mund ndodhi që herën e dytë ajo mund të jetë sëmurë, pra ka një shkak të përligjur apo të justifikuar. Kështu që edhe në këtë rast prokurori është i detyruar që ta shtyjë dhe të caktojë një datë tjetër. Nëse herën e tretë ajo nuk ka një shkak të përligjur, atëherë prokurori është i detyruar që të bëjë urdhërim të detyrueshëm. Dhe urdhrimin e bën nëpërmjet forcave të rendit apo forcave të policisë, në mënyrë që ajo të vijë dhe të paraqitet
pranë organit të akuzës dhe t'i japi deklaratat e veta ose prokurori të bëj komunikimin e akuzës nëse ajo është person për të cilin prokuroria ka dalë në konkluzionin se ka kryer apo ka konsumuar ndonjë vepër penale. Dhe pastaj do marrë cilësinë e të pandehurës, pra nga deri tani që është person, mund të jetë personën e tim, në momentin që komunikohet akuza, atëherë ka marrë statusin e të pandehurës. Zoti Duraj, a ka ndonjë sash hapësira kohore midis ditëve nga fletëthirrja e parë tek e dyta? Ka ndonjë të përcaktuar apo maksimumi është 10 ditë. Pra, jo më shumë se 10 ditë. Prokurori mund ta shtyjë këtë si njoftim. Megjithatë, ne duhet të shikojmë sepse varet se çfarë kërkese ka bërë zonja Balluku, që mund të ketë agjendën të ngarkuar për shkaqe të punës dhe të ngarkesës që ka, sepse ajo ka 2 detyra, detyrën e Ministrës së Energjetikës dhe të Infrastrukturës dhe zëvendës kryeministre e Republikës së Shqipërisë. Kështu që në bazë të angazhimit apo të kërkesës që ajo ka bërë, aty do të kuptohet që çfarë fati mund të lëri organi akuzës apo prokurori i cili heton zonjën Ballukun. Nisu ka sjellja paraprake për kërkesat për fletëthirrje. Mendoni që akuza që do i komunikohet do jetë e natyre të tillë të lehtë edhe që masa e sigurisë do vazhdojnë hetin në gjendje të tjerë, pra pa një masë të rënduese? Përderisa ne nuk kemi një masë shtrënguese, pra përderisa organi akuzës nuk ka shkuar në kuvend që të marrë autorizim lidhur me caktimin e një mase sigurimi personal, sepse masa e sigurimit mund të jetë edhe ndalimi për të udhëtuar jashtë shtetit, mund të jetë edhe detyrim paraqitje, mund të jetë edhe arrest shtëpie. Kështu që përderisa organi akuzës nuk ka shkuar në kuvend dhe nuk kemi asnjë kërkesë deri tani, tregon që zonja Balluku mundet që t'i komunikohet një akuzë e cila nuk e kalon 5 vjeçin, që do të thotë deri në 5 vjet organi akuzës ka të drejtë që ta hetojë apo detyrën, pra edhe ne kemi parë që organi akuzës e shkel këtë detyrim, që do të thotë për veprat të cilat janë deri në 5 vite nuk kërkon vendosjen e masës së sigurimit personal. Kështu që besoj që akuza, por edhe me atë çfarë ne shikojmë në media, që dëgjojmë, akuza mund të jetë shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, dhe kjo është e sankcionuar në nenin 258 të Kodit Penal, paragrafi 2, i cili sankcionon se kur personi ngarkuar me funksion shtetëror apo në shërbim publik i veprimeve në kundërshtim me ligjin që rregullojnë lirinë e pjesëmarrjes së barazisë së shtetasve në tendera dhe ankande publike, kur kryet në vlerën mbi 800.000 lekë, që besohet të jetë mbi këtë vlerë, është paragrafi 2, ose ekuivalencë me monedë të huaj dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vite. Pra, kjo masë maksimale dënimi ka 5 vite edhe nëse provohet. Megjithatë, ajo është e pafajshme, përderisa ne nuk kemi një vendim gjyqësor të formës prerë dhe presupozohet që është e pafajshme, por ta marrim të mirëqenë që edhe nëse shkon në gjykatë dhe gjykata do të vendosë të tillë, kjo është një vepër e cila nuk dënohet, nuk është një vepër e rëndë penale. Dhe në respektim edhe të kritereve për vendosjen për saktimin e masës së sigurimit personal, prokuroria është treguar e drejtë, sepse në respekt edhe të neneve 228 dhe vijus të Kodit Procedurës Penale, ka vendosur që ta hetoj në gjendje të lirë zonjën Balluku. Dhe besoj të njëjtën standard duhet të kryej me të gjithë personat të cilët janë nën hetim apo të cilët akuzohen se kanë kryer vepër penale për çdo vepër dhe për çdo qoftë ky person. Avokat, po tek masa e sigurisë, mendoni që do i komunikohet si është procedura në momentin që mund të njihet me akuzën aty për aty, apo do shkojnë kuvend për të kërkuar miratim, se futet e presidenti Berishës pastaj që den çfarë mase, çfarë Për sa i përket masës sigurimit personal, unë besoj që nuk kemi masë sigurimi personal. Do kemi thjesht komunikimin e akuzës, nuk kemi caktimin e masës sigurimit. Sepse komunikimi apo
vendosja e masës së sigurimit personal, prokuroria është e detyruar që të shkojë në kuvend të marrë autorizimin. Pra do merrte më parë autorizimin, pastaj do ta njihte me akuzat për ta çuar pandeu. Jo, flasim për masën e sigurimit personal, nuk flasim për akuzat. Po jo, në fjalën kush është përpara, nëse do ishte më shtrënguese, do ishte. Unë mendoj që ajo nuk do ketë masë sigurimi personal. Pra gjatë asaj kohe do jetohet në gjendje të lirë dhe thjesht do kemi komunikimin e akuzave. Kjo është ajo që unë mendoj. Nuk besoj që prokuroria është treguar bujare me zonjën Balluku, sepse nuk i ka caktuar masë sigurimi personal. Por nga një anë kjo është diçka e drejtë, se përderisa ne kemi një funksionar publik që është në punë dhe është treguar bashkëpunues ka shkuar pranë organit të akuzës dhe nuk është larguar, dhe natyrisht edhe për shkak edhe të dyshimit të prokurorisë që dyshon se ajo ka kryer këtë vepër penale, pra një vepër që e ka maksimumin deri në 5 vite burg, ka respektuar kriteret e neni 228 dhe vijus të kodit procedurës penale për mos vendosjen e masës sigurimit personal, sepse ligji e përcakton se kur mund të vendoset një masë sigurimi personal. Kështu që besoj që organi akuzës i ka parë gjitha këto rrethana dhe masën e dënimit që të përcaktuar nga neni 258 i kodit penal dhe jemi në këtë gjendje. Kështu që kjo nuk është për të paragjykuar organi akuzës. Unë jam i mendimit që prokuroria duhet që të jetë më e matur lidhur me saktimin e masës sigurimit personal, por ky standard duhet të jetë i njëjtë për të gjithë, pra jo vetëm për zonjën Balluku, por edhe një qytetar i thjesht, normal, në mënyrë që t'i japi mundësi atij që të vijojë me normalitetin e tij të punës, por natyrisht edhe drejtësia bën punën e saj. Sepse në finale ne kemi edhe dënime alternative, të cilat do thotë jo domosdoshmërisht që personi i cili dyshohet se ka kryer një vepër penale apo akuzohet të shkojë në burg, sepse mund të bëjë dënim alternativ, ose me pezullim ekzekutimit të vendimit penal, ose me realizimin e punës në interes publik. Në qoftë se i qëndrojmë kësaj linje hipotetike, ju thatë prokuroria u tregua bujare, po kryeministri mund të tregohet bujare që ta lënë atë post për të vazhduar pra? Tani kjo i përket moralit politik. Pra, nëse zoti Rama do vijojë që të ecë me të njëjtin standard që ka ecur deri tani, që do të thotë ka ndjekur rrugën që i ka kërkuar, ose i ka kërkuar dorëheqje ministrave të tij, ose i ka sharkuar ata, pra kemi një sër ministra të cilët i ka marrë tu shembull zoti Tahiri, i cili e ka shkarkuar në atë kohë, apo edhe ndonjë ministër tjetër, po përgjithsisht ka dhënë dorëheqje, apo edhe rastin e zotit Beliaj, për cilën u investua personalisht zoti Rama, ku i kërkoi, pra kemi një tejkalim edhe të kompetencave të tij, pra si drejtuesi i ekzekutivit në Këshillin Bashkiak apo në qeverisjen vendore, duke i shkelur të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë ndarjen e këtyre pushteteve, besoj që zoti Rama do të ndjekë të njëjtin standard, se do jetë, le të themi, në koherencë me gjithë sjelljen e tij politike për sa i përket të gjithë atyre zyrtarëve të nivelit lart, ministra apo kryetar bashkisht, të cilët janë në hetim nga prokuroria e posaçme. Kështu që mendoj në këtë kuptim, edhe në këtë rast, ose do t'i kërkoj zonjës Balluku që të japi dorëheqjen, ose do ta sharkoj atë nga detyra. Avokat, kam një pyetje të fundit të referuar asaj që po ndodh në parlament, ku po raporton për punën e vitit kaluar, mes të tjerash edhe kryevi i SPAK-ut Aldin Dumani. A ka moral tek ajo që ju preket pak më lart pjesën si politike, si ligjore, por edhe morale, në këtë rast ana morale që persona që janë në gjykim apo të pandehur në hetim, sidomos edhe nga opozita, të marrin në pyetje kreun e SPAK-ut? Tani përsa i përket kësaj situate, natyrisht që kjo është një situatë pa precedent, për faktin sepse nuk ka ndodhur në historinë e pluralizmit politik që ne të kemi persona të cilët apo politikanë të cilët të jenë
nën hetim të jenë me mas sigurimi personal, pra kam këtu në konsiderat zotin Berisha apo edhe deputetët të tjerë të cilët janë të opozitës janë në hetim, nuk i është komunikuar akuza ose nuk kanë një mas sigurimi personal, por edhe për vetë diskursin politik që ka përgjithsisht opozita në pamjet parë, por edhe majoranca e cila është e matur lidhur me deklarimet e saj publike, kështu që kjo është diçka normale për të realitet, përderisa ne nuk kemi përfaqësues të tjerë të zgjedhur nga qytetarët, sepse zgjedhjet ishin së fundmi, këta kandidat kanë qenë të proceduar, pra kanë qenë të proceduar nga ana e prokurisë së posaçme dhe këto janë përfaqësuesit të cilët i ka zgjedhur qytetarët. Kështu që duam ne nga ana e pjesëmarrjes apo qenies së tyre në kuvend, ata janë aty sepse kanë votuar qytetarët. Kështu që normalisht ata do ta përdorin edhe për qëllimet e tyre, pa hyrë nëse kanë të drejtë, s'kanë të drejtë. Është çështja e tyre, sepse ata le të themi e dinë të vërtetën dhe organi akuzës, kështu që ata do ta përdorin për betejën e tyre politike, por edhe për t'i treguar qytetarëve që prokuroria është politike dhe ata janë përpara organit të akuzës si subjekte të opozitës. Lutem avokatëve diçka, duke qenë se ju jeni çdo ditë në dyert e drejtësisë, avokatës prokurorisë, edhe sot në mos gaboj bën 3 javë apo më shumë nga rasti i rënd pra i vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Sepse ne ju thuaj që mas 3 ditësh tu gjithçka harrohet, po gjatë kësaj kohe ju reflektoni diçka që të ketë ndryshuar në ambientin e drejtësisë, pra në sallën e gjyqit, në raport me prokurorët, gjyqtarët, avokatët, se janë pasur raste të avokatëve që kanë pasur probleme. Gjatë gjithë kësaj kohe, ka ndryshuar diçka? Është e drejtë. Faktikisht ne prisim që të kishte një reagim pozitiv. Pozitiv që do të thotë edhe në komunikimin që kanë gjyqtarët dhe prokurorët me palët, të cilat janë në proces, pra janë cilësinë e të pandehurit, janë cilësinë e personit në hetim, janë dëshmitar, apo janë edhe avokat, pra ekspert, pra të gjithë aktorët të cilët janë pjesë e sistemit drejtësisë, prisim një lloj reflektimi. Faktikisht ne na e di keq si avokat, duke qenë se ajo ishte një ngjarje shumë e rëndë për të cilën ne u solidarizuam dhe natyrisht e dhoma e Avokatisë së Republikës së Shqipërisë bëri dhe një bojkot 2 ditor lidhur me këtë ngjarje në mënyrë që të krijohen kushte sa më të mira për gjyqtarët dhe prokurorët, pra dolëm në krah të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërkohë që pas një jave pam një ngjarje e cila ishte një ngjarje shumë e rëndë, që do thotë u arrestua një avokat i cili kishte kryer detyrën, ndonse është e diskutueshme komunikimi, ne nuk mbështesim kolegë të cilët bëjnë presion apo kanë një sjellje jo etike në sallën e gjyqit, sepse ne jemi aty duke përdorur forcën e arsyes dhe të argumentit, por jo duke ofenduar prokuror apo duke i bërë presionin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, nuk duhet t'i ngatrojmë këto gjëra, pra jemi aty për të kryer detyrën si avokat dhe si garantues i të drejtave ligjore të palëve që ne përfaqësojmë. Dhe duke ushtruar gjitha mekanizmat ligjor për garantimin e tyre, qoftë edhe kallëzimi penal, meqense u përdor aty nga ana e avokatit apo kolegut, por ne nuk kemi pse të shprehemi në gjuhë të tillë, por reagimi. Pra, çfarë kemi dëgjuar, çfarë kemi dëgjuar në atë audion që u bë publike, reagimi i gjyqtares. Prokurori nuk u dëgjua, por gjyqtarja ishte një reagim i cili është i pajustifikuar, një reagim arrogant dhe me një sjellje të tillë që vën në pikpyetje gjithë sjelljen apo vjeshmërinë e proceseve të drejta dhe të paanshme ligjore, që do të thotë
ne jemi aty për të kryer detyrën, gjithse cili është në pozicionin e tij, qoftë prokurori, qoftë avokati, qoftë gjyqtari, palët në proces duhet të konsiderohen të barabarta, si prokurori dhe avokati, apo personi i cili është në hetim apo do t'i komunikohet një madh sigurimi personal. Kështu që duhet parë avokati si një profesion i rëndësishëm në procesin gjyqësor dhe jo si një profesion i dorës 3-4 që nuk ka shumë interes në proceset gjyqësore. Kështu që aktet të tilla janë të dënueshme, për cilat ne reaguam për 5 ditë dhe sot kemi filluar nga puna duke menduar që do të reflektojmë si avokat, si gjyqtarët dhe si prokurorët në proceset gjyqësore. Avokat, të falenderoj shumë për gjithë ekspertizën ligjore. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni dhe ju jam mirënjohës.